الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah në falënderojmë, salavatet, selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ne dërgojmë. Vazhdojmë me kapitullin e 14 në Sahihun e Buhariut, librin I agjërimit. Thot la yutaqaddam Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn, nuk ban me agjëru para Ramazanit një apo dy ditë. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka dëgju pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë: askush prej jush të mos I parapri agjërimit të Ramazanit me një ditë apo dy para tij duke I agjëru. Përveç një personi I cili ka pas tradit agjërimin për arsye tjera që do të përmendim, atëherë ai nuk ka problem pra nëse bën diçka të tillë. Të dashur vëllezër, ky hadith ne me kuptu se nuk ban me parapri Ramazanit me preteksin apo niyetin se ti marrë sebepet, ti jemi kujdesshëm helbete, mos ndoshta rastësisht Ramazani po fillon një ditë ose dy përpara e pale ulemaja apo e din një gjatë tillë, atëherë unë mam sigurt pe ja gjëraja 2 ditë përpara. Na I themi nëse bën me këtë nijet, atëherë kjo është haram, sepse në hadith ka në mënyrë urdhërore. Jo, ka thonë mos e paraprine. Përveç apo lejo ka raste kur lejohet, po nëse një person e ka pas tradit me agjëru për arsye të tjera, jo me niyet të jem më I sigurt për Ramazan, jo me këtë niyet, po me niyet e ka agjëru gjithmonë të hanë tajte, edhe I ka ra Ramazani për shembull I ka ra të premten dita parë. Ky tash tajten agjëron me niyet të hanë tajte, s'ka të bëjë me Ramazanin. Ose një ditë po, një ditë jo. Edhe I ka ra bashkë dita që duhet me agjëru, I ka ra një ditë para Ramazanit. Ose e agjëron 3 ditë të bardha, edhe pse të ditë të bardha zakonisht janë mes të muajit edhe nuk përshtatet me këtë që e përmendëm. Ose ka pas një shpagim, ma mirë po themi se ditë të bardha nuk hyn këtu. Një shpagim, për shembull I ka met një personit, një gruas, për shkak të rrethanave të saja, s'ka mujt me agjëru ma herët, edhe tash u ka afru që ka ngushtu puna, sa ajo e shkreta duhet, po dën me e kry gjithçysh para Ramazanit, Ramazanin e kalum. Atëherë çka bën? Ja agjëron 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë, sa I kanë met, deri në ditën e fundit, pra deri në natën e Ramazanit, I bën dita e fundit e muajit para Ramazanit, Shaban. Edhe pastaj, domethënë, ka raste kur dikush dën një shpagim, ka bën be diçka dhe dën me e shpagu me 3 ditë agjërim. Në këtë rast I lejohet edhe kjo. Pra çdo nijet që s'ka lidhje as direkt as indirekt me Ramazanin, bën me agjëru. Por nëse e merr si kujdes, pala kanë pa ulemaja mirë hanën, apo din sigurt ajo po du me u kujdes me marr sebepet të agjëroj një ditë përpara me niyet. Mos po gabojmë në fakt u kon Ramazan e s'pe agjërojmë na, atëherë unë për agjëroj një ditë përpara na themi kjo është e ndaluar, sepse dia përmendëm që duhet me shikim të hanës me fillu Ramazani. E nëse nuk është pa hana në ditën e 29 të muajit Shaban, atëherë Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë fein gumma aleikum, nuk mundi me pa hanën, s'mundi me pa për shkak të motit keq ose x arsye, atëherë plotësoni muajin para Ramazanit 30 ditë. Nuk bën me thonë pa e nisim rezervë talam helbete. Jo. Edhe kështu, më thonë, se në Islam nuk lejohet ibadetet me nis me dyshime. Nuk lejohet. Gjithmonë e ngrit ibadetin mbi gjërat e vërteta apo të sakta. Jo mbi dyshime. Andaj, edhe të kjo, edhe të namazi, edhe të pastrimi. Të namazi e të pastrimi, ke marrë avdes, ki dyshim, a mos e prisha, na themi rish në origjinë, ki avdes. Të namazi, a me dyshime, nëse po ta marrë mendje që e fal,
po ki dyshime, a jem fal, po të anon mendja që e fal, anon ka qaneka është ma shumë që të anon mendja ka ma e sakta. Jo ka jo ma e dyshimta. Edhe të ibadeti namaz i agjerimit, nuk ban me dyshim, ditën e dyshimt me nis Ramazanin, veç kur të sigurohës. Leje Shabanin 30 dit, plëtsoj 30 dit. Jo ditën e 30 Shabanit me dyshim me nis, mosën rasisht Ramazan. Jo, e len, nuk e agjeron, e masanin e agjeron Ramazanin kur të dish sigurt. Pra feja jonë nuk ngritët mbi dyshime. Çka është qëllimi? Edhe fundit pejgamberi alayhis salam ka thonë një burr le të jetë i kujdesshëm mos ta nis. Kjo anë kupton që veç burrat, jo. Por ai ka fol me sahabët që kanë meshkuj aty, e në islam është rregulli. Çdo dispozit që vlen për burrat vlen edhe për gratë. Edhe nëse është përmend fjala burr, nuk dalim për ati rregulli gratë, përveç nëse ka në argument i veçantë që e nxjerr gjinin femrore prej kësaj apo prej këtij rregulli të përgjithshëm. Pra kemi rregullin e përgjithshëm, mos ma agjëru askush një ditë ose dy para Ramazanit me njetë Ramazanit. Ka përmend burrat, por këtu hyn edhe gratë. Hyn edhe gratë, përveç të Ramazan agjerimin e kanë obligim gjithë, burra dhe gra, përveç kur dallon gratë nëse kanë arsye fetare, që dihen, gjithse cila grua që është e moshës madhore, i ka rregullat e veta, ajo del pasaj prej rregullit të përgjithshëm. Prandaj nuk duhet me mendu se kjo vlen vetëm për gjinin mashkullore. Lusë Allahun që na mbaj të ditur, na shtoj devotshmërinë, na shtoj imanin, sinqeritetin, por edhe diturin. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.